Një 33 vjeçar banues në Laç u ndalua nga specialistët e policisë kufitare pasi rezultonte i shpallur në kërkim nga gjykata e Lezhës, i dënuar me masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale, largimit të burgosurit nga vendi i qëndrimit. Gjithashtu ndaj këtij shtetasi u referuan materialet në prokurori për veprën penale, kalimi i paligjshëm i kufirit. Specialistët për hetimin e krimeve në Shkodër shpallën në kërkim një 20 vjeçar banues në Dajç të Lezhës, pasi dyshohet se ka vjedhur në fshatin Bardhaj, motomjetin në pronësi të një tjetër shtetasi. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin me inicialet AM, 37 vjeç, banues në Laç, të Vaut të Dejës, pasi ka bërë kallëzim një 32 vjeçare banuese në Shkodër se ky shtetas e përndjek në rrjetet sociale dhe hap llogari false në emrin e saj, ku publikon përmbajtje fyese për të dhe familjarët e saj. Në Puk, specialistët për hetimin e krimeve proceduan në gjendje të lirë një 63 vjeçar për kryerje të punimeve ndërtimit pa leje. Për të gjitha këto raste, materialet i kaluan prokurorisë për veprimet mëtejshme.